Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhuar falenderojmë, vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojmë. Në vërtetë të bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin alayhi salatu wassalam, bi familjen e tij, shokët dhe çdo që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërrozë do vazhdojmë sot inshallah me lenin Allahut xhalla wala me takimin e radhës me librin Riyadus Salihin të dietarit të njohur Imam Newawi rahimahullah. Në kuadër të shpjegimet të haditheve dhe kapitulleve që ky dietar i ka ndonë në librin e tij, ne kemi arritur te kapitulli i sabrit. Kemi kaluar kapitullin e sinqeritetit, pendimit, tashimit tek sabri. Në këtë kapitull autori ka përmend hadithe të ndryshme dhe kemi thënë se gjitha këto hadithe të ndërlozur përmbledhin kuptimet e sabrit. Sabri nuk është një kuptim, por është, domethënë, një tërësi që në vetën e saj përmban njësi të shumta që e përbëjnë kuptimin e sabrit. Kemi thënë sabri, durimi, nuk është vetëm në fatkeqësi, por njeriu duhet të jetë i durueshëm edhe në mirëqenie, në rahati. Dhe çdo situatë që njeriu kalon nëpër të e ka formën e vet të sabrit. Prandaj durimi na duhet në zbatimin e urdhave të Allahut te barekuhu teala. Durimi na duhet në largimin nga të ndaluarat. Durimi na duhet në shfrytëzimin e duhur të negative. Durimi na duhet në mungesë të negative. E kështu me radhë. Prandaj, sikur që ka thënë Ibn Mesudi radhiyallahu ta'ala anhu, se sabri është gjysma e fesë. Madje gjysma e mbetur e fesë realisht është e kushtëzuar nga sabri. Në hadithin që sot do të flasim për të është një hadith shumë i gjatë. Vetëm me lexu hadithin na merr një takim. E lëmë me komentu. Nëse bëhet apo një rrëfim të gjatë që e ka treguar pejgamberi sa shokut të tij, por është një rrëfim i cili padyshim ka shumë mësime të. Unë nuk do të ndalem të çdo, domethënë, fjalë këtij hadithi. Do të mundojmë që me shku me një rrjedh pak më të përshpejtuar të hadithit, që pastaj në kohës që kemi të përmendim sot dobi që dalin nga ky hadith pikërisht për kapitullin tonë. Në ky hadith, ky rrëfim ka shumë dobi. Mund të jetë jo një ligjërat, po 2, 3, 4 kështu me radhë. Mirë po nuk dëshoj që të zgjerohemi shumë apo të zhvendosim nga tema jonë. Prandaj dëshoj që të mbetem mbrana kufeve të hadithit që e ka përmend Imam Newawi rahimullah në kapitullin e sabrit. Normalisht edhe me disa dobi plotësuese, por në esencë të flasim për sabrin. Hadithin e ka përmendur Suhejb ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu, që i thotë se pejgamberi alayhi sallam një ditë ka thënë. Në pejgamberi sallam me ka pasur ditë në rozër që kur është mbledh me shokët e tij, ti mëson gjithmonë. Sa ka nejt me pejgamberin e sa shokët e tij ka mësu. Ka mësu në ajo që ka zbrit, ka mësu për ndonjë pyetje, ka mësu në dispozitë caktuara fetare dhe në kuadër të metodave që i ka përdorur pejgamberi për mësimin e tyre ka qenë edhe rrëfimi ndonjë ngjarje nga e kaluara. Ky rrëfim nuk ka qenë histori. Ky rrëfim nuk ka qenë për t'ju treguar ngjarje të caktuara nga e kaluara sa për ta kaluar kohën. Jo, absolutisht. Por ka qenë rrëfim i përzgjedhur i ngjarjeve të shumta që kanë ndodhur në histori, për shkak se këto rrëfime kanë mesazhe të rëndësishme dhe udhëzime të duhura për të gjithë neve, veçanërisht për shokët e pejgamberit alayhis salam që ballafaqoheshin me probleme të shumta në Mekë po në Medinë. Në Mekë dhe në Medinë. E dini që kanë pas Mekë probleme të shumta nga presioni, nga dhuna, agresioni e kështu me radhë të ushtuara nga Kurajshët e Mekës, po në Medinë gjithashtu nuk kanë qenë rahat. As nga shoqëria e brendshme që ka pas shumë nga munafikët dyftërshë që kanë bën vazhdimsi komplote kundër pejgamberit alayhis salam, po edhe nga sulmet e vazhdueshme që kanë ardhur nga ana e Kurajshëve, ku çdo një vit, 2 vjet është bënë luftë, domethënë që ka qenë e lodhshme, padyshim e lodhshme dhe mundëmshme për pejgamberin dhe shokët e tij. Por rrëfimet e tilla janë shumë frymëzuese, janë shumë domosdoshmëreskuese, janë shumë inspiruese.
kur ti e kupton se nuk je veç vet, por ka njerëz që e kanë paguar edhe më vështirë edhe më rënd çmimin e besimit. Nga se të ndërlozër në dunja, gjithçka ka çmim, gjithçka paguhet, nuk ka falë asgjë. Por varet njëri sa pagun edhe varet për çka pagun. Ka njerëz që paguajnë për fesad, mundohen, angazhohen, përpiqen që në fund me mujt me realizojnë gjëra. Ka tjerë paguajnë çmimin e adhurimit të Allahut te barekuhu teala. Gjithkush paguan, po varet kush për çka paguan edhe sa paguan. Andaj edhe në të kaluarën, edhe në tashme dhe gjithmonë, domethënë, të jesh besimtar, të jesh në rrugën e Allahut xhallahu ala, normalisht e ka çmimin e vet. Ky çmim dikur është paguar me dhunë, nganjëherë paguhet për shembull me sabër në raport me epshin, me mundësinë me bëu keq, po nuk bën keq, edhe kjo është padyshim çmimi i besimit që ti e ke në raport me Allahun te barekuhu teala. Andaj pejgamberi ka rrëfy shokëve të tij ngjarje nga kaluara që në te ka shumë mësime. Ngjarjen që kësaj radhe ka rrëfy pejgamberi që e ka transmetuar Suhejbi radhiyallahu ta'ala anhu, ka të bëjë me, sikur se ka thënë pejgamberi, kana malikun fi man kana qablakum. Para jush ka qenë imrat. Një imrat që ka udhëheq dhe ky imrat e ka pasur magjistar. Kryetar, udhëhecit, të ndërrohet zakonisht përdorin, domethënë njerëz saktuar që ju ndihmojnë në punët e tyre. E dikush ka njerëz të harit rreth veti, e dikush ka njerëz të sherrit rreth veti. Varet. Dikush e ka rreth veti një këshilltar që mëson për hajre, për të mirë, udhëzon me qenë i sigurt, i drejtë kështu me radhë, po dikush mund të ketë këshilltar të sherrit që e inkurajon e mëson me bëu keq. E ky magjistar ky mbret e ka pasi magjistar. Kur plak magjistari, nga se çka i duhet kryetari magjistari, i duhet shumë, për shkak se bashkëpunimi me shejtan të domthonë edhe mashtrimet e njerëzve, e friksimit të tyre përmes formave të caktuara të magjisë kështu me radhë janë të njohura në të kaluarën në sot. Andaj ky magjistar është plak. E i ka dhënë mbretit ma gjej një djalë të ri t'ja mësoj sihrin, t'ja mësoj magjin. Edhe vazhdon pastaj me qenë afër teje. Dhe e përzidh një djalë të ri, domthonë se shojnë të shkatë, të aftë, ky qenë ka i përshtatshëm. Dhe djali, domethënë, shkon me mësu te sirbazi. Djali s'ka pas kur farë njohurie për fen, as për besimin, as kur gjë. Me po duke shku tek sirbazi, një ditë me një shpellë nalet me pushu dhe aty e gjen një njeri. Kush është ai njeri? Një i devotshëm i cili ka ikë nga sistemi i mbretit edhe u mshef në shpellë dhe nuk ka dalë më kurrë, që aty ka nejtë. E ka adhuru Allahun te barekuhu teala thellë në bjeshk. Dhe ky djali domthonë është ndryruar çka bën ti këtu kështu më radh, edhe ky i ka kallëzuar çka po bën. Ashtu dy mësime kanë qenë kundërshtim. Në besimin e Allahun xhallahu ala dhe besimin shejtan nuk janë përputhje. Edhe ky djali ka filluar me u interesu për të çfarë po thot ky i devotshëm. Kjo është natyrshme, normal. Njerëzit e dojnë të natyrshëm, e dojnë të mirën, jo të keqen. Edhe ka filluar me nejt pak më gjatë taj. Kur ka nejt më gjatë taj, derisa ka shku tek atij, ka thonë ku e vanu edhe e ka ndërrejën. Duke u kthy onal te adhuruesi, prap i devotshëm e u vanu për të shtëpia. E opet e kanë rre, pse po vanosh? Atëri i ka thonë zgjidhja është që kur vanosh te magjistari, thuj vanu në atë shtëpisë. E kur vanosh te shtëpisë, thuj vanu magjistari, edhe jera ata apo. Edhe kështu, domthonë vazhdon puna e këtij djali, mëson te magjistari formalisht, normal, por realisht mëson te ky i devotshëm. Ky i devotshëm sa. Edhe pse ky i devotshëm i thotë mos i ka dhënë kërkujt, domthonë, që më ke pa mësa dhe vazhdo tutje. Një ditë, domthonë, duke shku, njerëz ishin mbledhur me një vend se një kafshë e madhe, thosha në një luan i madh në atë kohë që ka dalë pe domthonë shketinës apo kështu pika ka ardhur, dhe ose një kush e di çka ka qenë një nga kafshët e mëdha që e ka zonë rrugën e njerëzve. S'ka pas muzikë kur kush, domthonë me e ka rrugën. E ky djali thotë, sot e marr vesh saktësisht kush e ka mirë. A e ka mirë magjistari, a e ka mirë i devotshëm. A e ka ditë kush e ka mirë, po ka dashur një vulë
që i jep një kahje rrugtimit të tij. E çka thot? E merr domethënë një guri, edhe tash ai me kon që më shumë beson ka magjistari, kish me përdor magjistarin për me largu pengesën. Pa ai e ka dasht udhëzimin e devotshmit. E ka thonë o Zot, nëse të ti është më dashur çështja e puna e devotshmit atij në shpellë se magjistarit, mundso më që me e largu këtë kafshë nga rruga. Edhe përmend emrin e Allahut dhe godet kafshën dhe me një goditje për plasë për tokë. Dhe fillon kjo çështje e djalit më bëhe madhe. Mirë po, mbreti fillon më krenu. Apo, nga se thot, apo shë, ky djali veç ka fillu më bëj i suksesshëm, ka fillu ky djali më bëj i madhe, kështu më radhë, fillon me u, dhe fillon puna e tij me u, domethënë, me u bë e njohur apo. Mirë po ky djali tashmë që ka të qartë, nuk mirë me punën e magjisë, fillon që njerëzit dan ngadalë, po shumë fshehur azi, domthonë me i mësu për Allahun, çuçi ka mësu edhe i devotshëm. Ai i devotshëm kur të nin këtë fjalë të djali i mirë, tash e bën njëri i madh, ki mos provu. Normal, njëri të ndroza si të bën emën, si të faktorizohet, apo me njëre janë nisë me janë zonë ditën dikujna. Normal, janë nisë me janë zonë, domthonë pragun dikujt, që nuk i pëlqen me kon tash edhe ky njëri me autoritet. E ka on, çka do që të ndodh, mos kallëzo për mua kurr. Mos kallëzo për mua kurr. Por ndodhin zhvillime të ndrozur, sa që një prej të afërmëve të mbretit i verbër një ministër me rëndësi, dëgjon për këtë punë djali se ky po shëron njerëzit, edhe shkon tek ai i thotë kam dëgjuar që po shëron njerëz, ko nuk shëroj unë, po shërues është Allahu. Thotë, kush është Allahu? I ka thënë fillon këtu me radhë, edhe beson Allah xhallahu ala. Të dashur më shëru, beson Allahun te bardhë. Ai beson edhe ja fërkon syt don Allahu shërohet apo. Kur shkon te mbreti, thotë të pasan këthy syt, apo shë, thotë djaloshi, tash mbreti të me këthy ka vitë ati. Thotë jo, po Allahu më ka këthy. Si të një mbreti jam në Allah, i diri dhe në kontë. E shë që ka fillu dhe më honë me i ujtë nër po shtetin e ti, se tash njerës filloj me kuptu që ai sër zoti, njerës me kuptu që ai nuk është, dhe më honë ai që duhet njerës me dëgjua dhe fillon që është ai më bohe e madha. Edhe thirë djalin edhe thotë, magjia jote ka fillu më bohe shumë e madhe, njerës po flasën për te, thotë nuk është punë magjie, por është besim, Allahu po më ndihmon, Allahu është ai që është krijuesi, Allahu është Zoti jon, edhe ai fillon me torturu derisa të kallzon ky djalin, nga se domthon tortura ka është e vështirë, smush me shef, dhuna është e fuqishme, e kallzon për atë domthon mbret, për atë devotshmin, edhe e marrën devotshmin sjellën para mbretit, e mbreti e ka njoftur atë se ka thënë se ky është pikues babës vet, po njëri emri i tij është kunjor. Po njëri u të largu, s'ka dash ballavoqë me sistemin, s'ka pas fuqi edhe u mshef. Si të qoftë, domthon, ai veç është e rregjë në besim, një vjetër apo. E normal që nuk pranon mu largu edhe e ndan me sharr për gjystë apo. Që ashtu t'ia bën edhe ministrit për me friksuar djalin, e djali nuk don me myt shtopën. Po i thot ushtarëve merreni edhe hodheni në deti. Ne tup do më të hub këtë kështu gjubë në ti, mos ka kur far gjubë. E marrin djalin dhe çojnë midis detit, tamam do me hudh në deti, Allah i thot, Allahumma kfini bima shi't. O Zot, më ndihmo kundërtyri me atë që ti din. Që është më e mira. Dridhet anija, ngritën valt, ata përplasën për deti, ndërsa i kthehet është e mira. Kur e shemreti thot, çka ka ndodhur ku në shtat, ka thonë Allahu më ka mjaftuar kundër tyre apo. Edhe fillon mbreti më u shqetësua dhe më tepër, edhe thot merrni çana me një kodër ku mos nalti, e hodhën i pej kodrët e poshtë. E marrin edhe e ngritin nalt me një kodër të nalt, edhe ai prap thot Allahumma kfini bima shi't. O Zot, më ndihmo kundër tyre, edhe më mjafto ti me atë që ti e din se është më e duhura. Edhe padyshim Allahu është i gjithfuqishëm, e dridh kodrën, ata rrshqasin, bin nga nalt, nësa i mbetet gjallë dhe kthehet prap te mbreti. Edhe mbreti ka që domosdoshmë është diçka jashtë situatës, se kanë kontroll situatën, edhe ky djali i thotë ndrozur, po thash po i kaloj stacion si shpejt, i thotë nuk i mundsi me myt pas nëse më ngan çush po tha më afat. O vesh me një veç të mirë që me myt më afat. E ky djali don që me u fliu për Zotin, po që njerëz me kuptuar që mbreti nuk është Zoti.
me kuptu që Allahu është Zoti i gjithësisë dhe nuk ndodh asgjë pa lejen e Allahut te barekuhu teala, e çka ndodh, thot, duhesh me mbledh njerëz, krejt njerëz me mbledh me një ditë. E tu mu ke njerëzit, krejt me pa dhe me një njerëzit që çka po ndodh. Edhe i thot, ti e merr një shtizë nga shtizët e mia, edhe me harkun tëm, krejt mijat. Domthon, thosh bismillahi rabbil gulam. Thosh me emrin e Allahut, Zotit të djaloshit. Me të zdan, se tash ki bjen këtë rënohet, këtë prishë sistemi tina, se a i ka thonë njëmë Zoti, s'ka Allah. Dhe tja s'ki qare pa, thonë që se s'mosh me mytë. Edhe i mbledhën njerëzit, edhe e merë një shtiz nga shtizat e djaloshit, por se përmenë emrin e Allahut të zhvell. E god e lëshon, po s'fën e mytë. E shet që doon s'ka qare pa u këthin te, edhe e shet që situata është dudar për kontrolës, njerëzit fillojnë që mu habit që s'po më e mytë, edhe dëgjojnë mbretin duke thonë, Bismillahi Rabbil Gulam. Në emrin e Allahut, Zotë në djaloshit. E përmeni mbreti emrin e Allahut dhe e dëshmoj se Allahu është gjellewala krijuesi, ai është sunduesi, ai është i vetmi që merren të adhurohet. Kur e shej shtizën, e godit djalin në këtë pjesë të kokës, edhe ai vdiq. Moment ka vdek. E u gëzu mbreti që vdiq djali, tha, na të kuptojmë që ka ikë qafën një sprot madhe, mirë po nuk e kuptoj i shteti se kjo ka qenë një kurth për të, kuptim pozitiv, që populli fillojnë me të madhe me besuar. Fillojnë njerëz me ukthim fen Allahut, fuqishëm, bindshëm, në mënyrë masive, për shkak se e kuptuan që ky shenka, se ky me qenë Zoti, e kish vrarë vet, po s'ka mujt. U desh me përmend emrin e Allahut për mujt me myt. Dhe fillojnë njerëz me besu, atëru të merrua mbreti dhe urdhënoi që me ushtrin që të hapet një grupe madhe, e të ndizet zjarri madh, edhe njerëzit sprovojnë. A beson Zotin e djaloshit apo mbretin? Njerëzit tashin besojnë në Zotin e madh, në Zotin e djaloshit, e hodhën zjarrin. Po sprovë madhe, po njerëz bëshin sabër. Bëshin sabër në besim. Deri sa erdhi rasti i një gruaje e cila kishte një foshnjë në dorë. E tash non, normalisht ndjen e nonës domthon ndjen e fuqishme, s'mundet bashkë ashtu thjesht fëmijën me hudhë apo. E Allah e forcon edhe flet foshnja e saj, edhe pse s'ishte koha për të fol. Pse ka pas foshnjë që kanë fol, posa kanë lind, sikurse Isa alayhis salam, edhe ky djaloshi, edhe ka disa raste, po kjo është një pyetje që ka fol e i ka thonë o nën bo sabër, nëse shpërlimit është gjeneti. Allahu e forcon nonën përmes këtij fëmiu që ka fol, atëre hudhën e dhazë në zjarë, edhe normal që njerëzit në mënyrë masovike digjen, mirë po padyshim se edhe pushteti i mbretit pas një kohe bie, për shkak se nuk ka mundësi me i di këtë gjithë, dhe ky djalë është bërë sebeb që vetëdijsojnë njerëzit për Zotin te barekuhu, dhe flimi i tij është bërë hapi e madhe për të kthyer njerëz besimin në Allah te barekuhu. Kjo është hadithi në përgjithësi të ndërlozur që e ka përmend pejgamberi alayhis salam, e që padyshim gjatë të rrëfimit shpeshherë hasim në fjalën sabër. Shpeshherë hasim në situata kur duhet me bë sabër. Në këtë hadith të ndërlozur ka shumë dobi. Mirë po, sikur se thash, po mundohem i përmbledh vetëm në kuadër të sabrit. Mas pari ky hadith ka përmbledh krejt format e sabrit. Apo krejt format e sabrit. Qysh? Ky djaloshi, domthon, ka pas mundësi me pas pushtet. Ka pas mundësi me pas ndikim. Mirë po me haram. Mirë po me dalin nga rruga e Allahut, mirë po me mashtrim, s'ka dasht. Është dashur me sabër, me refuzu, domthon, kët ofertë edhe me ikë nga pushteti që ndërtohet mbi zullum, nga pushteti që ndërtohet mbi mashtrim, mbi manipulim të njerëzve. E për me ikë dorë nga një ofertë e tillë, se para ai të zhbo magjistar, afër mbretit i zhbo njëri më i madh në vend. Për shkak se njerëzit kanë tutje magjistarëve. Kur s'kan besim, normal që njerëzit tutën magjistarëve. Magjistarët mashtrues. Ata s'ka mundsi kurrë me u pa lejen Allahu te barekuhu. Ndodh vetë Allahu që ka caktuar, që ka dhënë magjistarët. Po njerëz kur s'kan besim në Allahun azza wa jall, kur s'kan mbështetje, tutën për njerëzve, tutën për macave, tutën për donësaneve të caktuara, besoti që njerëzit friksohen pa kurfar arsye në raport me këto gjëra. Andaj
ky djalë ka refuzuar. Pastaj të ndodhën edhe në atë që është ndaluar, ka bo sabër, e se sihri është ndaluar, është haram. Do me bo sihr, me përdor ato truket e sihrit, o padyshim nga mëkat më mëdha, madje është dalë për fesë. E se një magjistar, një sihirbaz, nuk ka mundësi me i bo këtë mashtrime, pa u bë rob i shejtan, Allah na ruajt, e pa ju nëshru atyne, e pa mu Allahun azza wa jalla, e pa bo ndytësine, flicine që janë të njohura. Prandaj ky djalë ka refuzuar, ka bo sabër ndaluarën. Por edhe, normal, sabër edhe në fatkeqësi, se me të lidh, e me rrej, e me të tu me myt, është provë. Edhe këtu ka bo sabër. Prandaj të nërozër, këtu gjojmë gjitha llojet e sabrit. Gjitha llojet e sabrit. Edhe ai dietari që ka paralajmëru, e i ka thonë, tash ti ki mu sprovu, të duhet sabër. Çka nuk kupton kjo? Kjo nuk kupton të ndërlozër se situata e njërin këtë dunjë nuk shkon gjithmonë njëjtë. Sado që me pas të autoritet, me pas të ndikim, apo ka marrë situatë që ka më ndryshuar situata. A nëse një nuk ka sabër në ndryshimin e gjendjeve, me i kalu që është duhet, ka mundësi më u prej nga zhgënjimi, dëshpërimi, depresioni, format e ndryshme të problemeve shëndetësore dhe psiqike edhe shpirtërore. Pse u mësu një me pas autoritet, me pas ndikim, me pas. Dhe tash kundron gjendja, s'është mësu për këtë gjendje. Ai na mëson Allahu azza wa jall përmes rasteve të këtilla që të jemi të mësuar për çdo gjendje, edhe në mirëqenie, edhe në situata të pakëndshme, edhe në presion, edhe në fatkeqësi, të jemi të durueshëm. Mësojmë që të reagojmë me sabër. Nëse dunjaja nuk është vetëm një gjendje, dunjaja ka shumë gjendje. Ai që nuk është i mësuar në ndryshimin e këtyre gjendjeve, domthonë kërkon vetëm një gjendje, pa ndryshuar, do vetë tash me kon. S'do me kon smut. Do me kon veç për shembull në pozitë, s'do me kon për shembull kur jashtë pozitës, apo me kon pa karrik, s'do me kon. Po kështu shkon gjithë. Kërkush i ka shkuar. Andaj pejgamberi një herë ka garuar me Aishën radhiyallahu ta'ala anha, domthonë edhe ja ka kalu. Pastaj ka garuar dhe ja ka kalu ajo pejgamberi sa. Ose herën e parë ajo tani pejgamberi sa. Edhe çka ka pejgamberi sa? Allahu xhallahu don që kur të ngritet një herë ka dhe me, s'ka me fitu gjithë apo. Ja gjithë s'ka me fitu. Kemi fitu një herë, po kemi humbur një herë. Kemi fitu dy herë, po dunia është e tillë apo. Andaj ne duhet të pranojmë rezultat. Po, më u përpjekoj më të mirë, më bëj për më të duhurën, më të ngritur, mirë, po duhet të qenë i gatshëm edhe për rezultate të tjera. Ase njerëz provojnë këtë dunjë apo. Prandaj i ka thonë ky i devotshëm, ti ke më usprovu. Normal që kemi usprovu. S'ka më shku gjithmonë, domthonë ti po shtat edhe me si të kallëzosh vërtetës provoshëm, si të kallëzosh duhurën provoshëm. Pastaj gjithashtu të ndonëse këtu kemi edhe një lloj mirëkuptimi kur dikush për një situatë caktuar, për shembull, si pasojë presion të madh, nuk mund me bëj sabër sa duhet. Duhet të mirëkuptuar. Për shembull, kur e ka taku ky i devotshëm djaloshi, mas që ka kallëzuar djaloshi, si ka thonë ky i devotshëm, e pse kallëzove? E pse? Nga se e ka di që ka me kallëzu. Se e ka njohur zullumin e tyne. Mi po që ka paralajmëruar, në mojsh mos me kallëzu. Se shenjat në hadith tregojnë që i devotshëm e ka parapa këtë situatë. Momenti kur djali e ka ditë kush është, edhe ka mësuar për ti, ky e ka ditë që tash veç situata ka më shku duke u ndryshuar nga se. Është një që i ka njoft rrethanat dhe i din ligjet e Allahut që zhvillohen në mes e njerëzve. Prandaj të ndërlozë kur dikur për shembull munohet mirë po dështon në sabrën e tij, s'ka mundësi mu përmbajt, nuk duhet me qortu, nuk duhet me thonë ja, ka i ligë, ka i daptë, s'ban kështu apëton. Po duhet minimua, me mirë kuptua, se nështë me siguri, na më usprovuam ato që ka ai sprovuat, nështë me siguri, nështë bime edhe ma keq. S'po flas për çdo situatë, po ka situata, ka një situatë, mund të bëj sabër, duhet të bëj sabër. Por ka situata, për shembull, të ndodhur kur je në presion të armikut, edhe armiku të fut në durrët e tij, je i rrobnum.
rrahja e vazhdueshme sistematike, goditja, lidhja, primi nga ushqimi, gjumi, bin situata që veç me dalë shpirti. Ta njëri normal që edhe në të situata mund me kallëzu diçka që ndoshta nuk është dashur me kallëzu, po Allahu na ruaj nga këto sprova. Allahu na ruaj nga jo sprova të vështira, nuk është çështje e lehtë. Prandaj ky njeri dëshmë e ka mirë kuptuar këtë djalin që ndoshta në situatë caktuara nuk ka bërë sabër çdo. Dhe gjithashtu ky djali ka qenë nga të përzgjedhurit. Ky djali ka qenë i përzgjedhur. Shikon në fund ka dashur Allahu xhallahu që ky djalosh është bu kurban që qindra apo mira njerëz me besuar Allahun azza xhall. Po çën këtë situatë ka mundë bërë sabër. Tani ka bërë sabër sa dush. Edhe din vdekje. A ne bëjmë që edhe njerëz të mirë, devotshëm, përzgjedhur, mundën në situatë ndoshta mos me qenë i përbatë. Ka mundësi. Ndodh. A dhe nuk bën që don me prit që njerëz me kon të përkryer. Ka mundësi apo. Do të bën sabër shumë sane, po diçka që caktuar s'bën sabër. Dikush bën sabër diçka, po diçka nuk bën sabër. Ne dallojnë në kapacitetin e tyre rezistues në raport me sprovat që i kanë atë. Për shembull. Dikush bën sabër, për shembull, në parë, po Zoti më usprovu me moral diçka është asum bën sabër. Dikush me moral bën sabër, po te para s'u bën sabër. Dikush bën sabër me dyjat, po s'u bën sabër për shembull në raport me diçka tjetër. Prandaj jemi dobët, nuk kemi më kon nga gjitha. Ato synir nuk duhet me kërkues provën, po duhet me ruajt veten e mu largu. Jo me thonë, unë jam i sigurt e pastaj dështon. Mos e provoko veten, po largon nga situatat ku ka mundësi që ndoshta me lëshu sabër. Ai nuk duhet njëri me kërkues prova. Nuk duhet njëri me qenë i sigurt se ja del. Jo, s'bën me qenë i sigurt. Por në Allahun mbështet, e nëse ndos prova, duhet më ushtrëngu edhe me i përdor të gjitha mekanizmat e duhur që garantojnë qëndrim të duhur në situata të caktuara dhe garantojnë durim. Po atëre po. Mirë, po nëse s'ka ndodhur kurrë mos kërkaftë. Bine disa dietarë kanë përmend se nuk është e preferuar me kërku nga Allah me tjep sabër që nëse ndos prova me duru. Mos lep ka kështu apo. Pra më thonë, o Allah, nëse më sprovon me diçka nga fatkeqësit, më jap sabër me kalu, ka mos bë sabër kështu, mos bë dua kështu. Pse? Nëse lut Allahun për mirëqenie për rahati. Kur janë fatkeqësia lutë për sabër. Pse po lutet për diçka që s'ka ndodhur? Nëse s'ndodh hiç. Prandaj lut Allahun për rahati, për mirëqenie, lut Allahun për me të bëjë Allahu stabil në fenë e tij. E pastaj ky stabilitet e garantohet me falënderim, a me durim, a me çka din Zoti xhallahu ala. Por ti mos e kërko të lashën dhe mos e kërko ballafaqimin. Gjithashtu dhe këtu kemi të ndërmjetësor edhe situatën kur, domethënë, edhe ai domethënë ministri se tankon s'ka qenë besimtar. Tankon ka qenë me mretin, a i ka nimu, e ka përkron këtë shirën që ka bo. E po kur futet besimit të njëri, e ndron njërin s'mollëm, e ndron komplet. Që ka qysh ka ndruar, e kalon pozitën, e kalon privilegjet, i kalon benefitet, i kalon pasurit, këtë i kalon, nga se e ka pasë Allahu Gjellera, i ka ndimu dhe e ka qelë syta. Edhe kjo reagimi duhet. Ka njërë të nërëzër që e shuaj se Allahu po i ndihmon. E shë se Allahu Gjellera ju ka gjindë, e shë e din, po prapë nuk ka mundësi me dhënë të keqës zbanë. S'ka fuqi, s'ka takat. I ligë. A përshën që Allah po të ndihmon, prapë e kënë Allah të shpinë në më. Dhe prapë i ndihmon të keqet. A kjo s'ka bo kështu. Kjo si e ka po të vërtetin, anë është i ka e vërteta. Dhe kjo me kuptu të ndërëzër se, aja që na garanton me rinë Allah në gjithë situatë me vë sabër është besimin Allah në zgjenë. Kur ka besim të fuqishëm, ka dhe sabër. Kur ka munges besimit, ka me pas të munges të sabërit. Nga se aja që e ushqen zemrën me durim dhe jep njeriut arsye për durim është kush? Besimin Allah në gjithë. Nëse s'ka besim, nuk ka mundësi me jetësutje. Prandaj, njëri duhet me njoftë Allahun mirë, me nëzu për Zotin Gjellë Gjellaluhu, me njoftë besimin Allahun Gjellë, me njoftë caktimin Allahun Gjellë, me njoftë ditë në gjykimit, se këna dojtë për Allahun, dunia është e shkurt, po kur dhe se ka Allah shpëllimi është i madhë, me njoftë historinë e pejgamberve që janë sprovu, nuk je veç te, gjitha këtu e ushqenë zemrën me sabër. Edhe gjithashtu të ndërëzën në forfundim, mas me zgjasë, kjo thash kërës është shumë i madhë, e ka ere për me zgjithë që me kalëzu që me lanë, mu është mu pështilë, ka pa ko, mënej që në kuadrët e sabërit, këtu e në stacionet e rëndësishme që duhet në me i kuptu. Në fund të ndërëzër, njëri kur sprohet me diqka, duhet në Allah më bështet. E nuk e din me qka i ndihmër Allah të varë të në. Për shembull kjo grua që ishte
në hapin e fundit drejt rënjes në zjarë. A ka menu që ka me full fëmija i saj? Kur? Absolutisht. Asmene si ka shkuar. Asmene si ka shkuar. Aja ka që duke menu diçka tjetër. Ka që duke menu është ta, po ti thamë që është zotë veç përshtemi që të mjefë. Në është ta? Veç ti thamë ti e ku qafe. Veç pak ka bo sabër. Edhe pak. Në është ta fjane ka pas të gua. Në fund, Allahu gjelloj ka bo zgjidhje. Pra i të ndërëzë ka here, ty të amërmena që është fundi, s'pa muj mu, është për ty opcioni vetëm dërzimi, veç edhe pak edhe kime pa që vjen zgjidhja tek Allahu xhallahu ala. I ka ardhur zgjidhja ku se ka prit. I ka ardhur zgjidhja që ka fol fëmijën. Prandaj Allahu xhallahu ala si të fuqim të nëzër. Me dashur Allah me bo gurin me fol guri. Wallahi fola. Me dashur me bo shtylla me fol shtylla apo. Pa Allah është gjithçka e mundshme. Na nuk duhet me ulshu në gjëra të jashtëzakonshme që realisht nuk ndodhin në esencë. Po duhet të them që duhet me besu në fuqinë e Allahut të pakufishme dhe në mundësitë edhe të pakufishme që me ndërhyjet në situata kur ti ta mërmera që s'ka më ndërhyrje, ai ndërhyn apo. Kur ta mërmera që s'ka zgjidhje, ai se zgjidhen. Prandaj asnjëherë mos u dorëzo, asnjëherë mos u zgënje nga ndihme e Allahut nga duaja. Ka njerëz që bojnë dua, luten, edhe thonë, Allah, s'po lut na mos ballëm lut. Jo, nuk ka ball kur lutu, nuk e din cilën radh Allahu xhallahu ala përgjigjet. Nuk e din cila është duaja radhës që Allah e tash jep një robi tëm. Prandaj të ndrozur njëri që ka punë me Zotin, është çështje e madhe kjo puna. Çështja e Allahut është e madhe. Allahu xhallahu ndron gjendjen kur sa më heq më natës, më ditës, më momentit, çast e ndron Allah këtë situatë. S'ka kush e nalë Allah në këtë ndryshim të situatës. Ndaj, ai që e ndrën ditën e bën natë, e natën e bën dritë, apo ai që i lëviz planetet e gjitha që ka, ai që ka gjithë shka në dorën e tij, ai që nuk bie gjithja pa lejen e tij dhe pa dijen e tij, ai që nuk ndodh asgjë pa lejen e tij, ka mundësi që me ndryshë gjendjen tonë kur ti fare në këtë mërmendje. Prandaj ne kemi nevojë që me ushqy zemrën tonë me këtë bindje, me këtë njohje ndaj Allahut te barë që të na gjinin në këto situata të ndryshme e të dimë si të reagojmë me durim e me qëndrueshmëri, veçanërisht duke qenë stabil në fenë e Allahut te barekuhu teala, nga se të ndërrozur ai që beson në Allahun ka mos provu. Edhe ai që nuk beson në Allahun, edhe ai ka mos provu. Njëjtë, mirë, po ky sprovohet me sprova të caktuara, ai me sprova të caktuara. E ku është dallimi? Dallimi është se të ndërrozur ai që sprovohet në rrugën e Zotit, e prit Zotit, edhe kur bën sabër, e dim se bën sabër. Edhe dim për kënd bën sabër. Edhe dim që ja vlen për të më bën sabër. Ai që se ka Allahu xhallahu ala, a ka kuptim të ai sabrit? Jo s'ka, ai bën sabër që kur s'ka çka më bë. Se s'ka çka bën. Andaj disa dietorë kanë thënë shembullin edhe të shembull pak banal, po ky realiteti është, apo sikur çështja e gomarit kur e godet, ai bën sabër, normal, se s'ka çka më bë. Se me pas çka me vaj nuk duran, po nuk ka çka bën. Edhe nuk duhet një me bëj sabër se s'ka çka bën. Jo, po do të më bëj sabër se ka thënë Allahu xhallahu ala bëj sabër, edhe me shpresu tek Allahu shpërblimin, sigurisht ishte në ditën e kaluam, që i tha pejgamberi vajzës së tij, bëj sabër dhe shpreson në shpërblim. Këto dyja e dallojnë besimtarin nga të tjerët. Dhe padyshim se përfundimi u takon durimtarëve dhe përfundimi u takon të devotshmëve, sigurisht i ka taku këtij djalit përfundimi, edhe pse të ndërmjet ka vdek, por ka fituar. Prandaj nuk ka gjithmonë fitore jeta, ka herë fitore deka. Dikush do të më dek për fitu të tjerë apo. Qashtu, edhe të na ka ndodhur, dikush është dashur më fliu me dek që na të tjerë më vazhdu me jetu. Prandaj nuk duhet asnjëherë me hezitu, edhe me vdek, nëse kërkohet që me i rujt e me mbrojt tjerë në emrin të asaj që na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam. A këto mësime të mëdha. Prandaj shikoni me çfarë naja edhe me çfarë muhabetesh i ka marrë pejgamberi shokët e tij apo. Prandaj ne duhet që ne tona të flasim për to që janë gjallë sabrin, guximin, trimnin, se përpara njerëz që nëpër oda kanete i kanë fol trimnise, i kanë fol burnise, guximit që dhe fëmia që kanë aty janë edukuar në këto vlera madhore që realisht i kanë ndërtuar burrat,
pastaj me e bajt emanetin që duhet deri në fund të jetës së tyre. Allahu xhallahu na uzot në rrugën e drejtë. Allahu na ruaj nga fatkeqësitë e sprovat që mund të na rrezikojnë udhëzimin në raportin me Allahun apo edhe shijimin e begative që Allahu na ka ndaruar me to. E nëse sprovohemi, e padyshim që me diçka kena më sprovu, lutim Allahun që më na mundsu me dal nga gjitha këto sprova faqe bardh edhe me shpëlim nga Allahu te bartala. Zoti ju shpëlbej për vëmendjen. Kaq për këtë rast, sot vazhdojmë inshallah me tjera takim të ardhshëm. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimen katira.